zbarkimi i politikanëve të Kosovës dhe Shqipërisë në Washington. Orientimi pro-amerikan i shqiptarëve dhe i shteteve shqiptare paraqitet si etik për ekzistencën dhe të ardhmen kombëtare, duke u mbështetur në faktin se Shtetet e Bashkuara kanë qenë historikisht mbështetësi më i qëndrueshëm i çështjes shqiptare në momente kritike. Vizitat e shpeshta të politikanëve nga Shqipëria dhe Kosova në Washington, sidomos pjesëmarrja masive në mëngjesin kombëtar të lutjeve në pamje të parë duken pozitive, po ngrenë pyetje serioze mbi qëllimin dhe efektivitetin e tyre, shkruan Agim Aliçkaj, drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetarë Shqiptaro-Amerikane. Autori thekson se shumë për këtyre vizitave shërbrejnë më tepër për vetë promovim politik sesa për interesa shtetërore ose kombëtare. Fotot simbolike, shtangimet e duar dhe pjesëmarrja në aktivitete pa peshë politike reale nuk përkthehen automatikisht me ndikim dhe përfitime konkrete. Edhe pse disa politikanë kanë zhvilluar takime dypaqe me zyrtar amerikan, vlera e tyre do matet me rezultatet afatgjata. Roli komunitetit shqiptaro-amerikan vlerësohet si rëndësishëm, po kritikohet egzagerimi i takimeve të veçuara si historike.